Mirëmbrëma shikues të televizionit Rëzafa. De facto sonde do të fokusohet tek politika dhe kryesisht meqense ditët e nxehta të këtyre të fillim qershorit kanë dominuar në politikë, edhe ne jemi fokusuar tek politika, por ndryshe nga ajo qendrore, në fakt ne jemi referuar mundësisë që një tjetër subjekt i ri politik të shfaqet në skenën e politikës shqiptare. Bëhet fjalë për idenë e hedhur nga deputeti socialist i qarkut të Lezhës, zoti Eduard Ndocaj, me të cilin do të ndajmë sonte pikërisht këtë ide të tij dhe jo vetëm kaq, por edhe më shumë ndaj dhe e kemi ftuar sonte zotin Ndocaj. Mirëmbrëma dhe mirë erdhët në debat. Mirëmbrëma dhe mirë në studion tuaj. Në fakt, pyetja e parë, me qëse unë nisa në njerë me idenë e një partije të re politike, ju keni hedhur idenë e një krijimit të një partije të re politike, zotin Ndocaj, konkretisht. Është vërtet që është hedhur një ide e tillë, por nuk është ideja që të krijojmë një parti më tepër sikur janë mbi 96 mos u gabosha, por është të japim një alternativë tjetër qytetarëve që ka 25 vite që nga këto 96 partia o subjekte, të quajmë si të duam, majt apo djathtë, nuk kanë prodhuar asgjë më tepër përveç skame dhe varfëri. Ideja është që të japësh një alternativë tjetër dhe një mundësi që të ketë një lëvizje tjetër politike në hapësira që sot koha po kërkon edhe më tepër. Përse mendoni se mund t'jeni ju ato që të jeni një tjetër dimension politike shqiptare? Ku i referoni që këtë? Nuk mendoj se jam mund të jap politikë shqiptare, por një grup njerëzish që mendojnë se mund të japin të gjithë së bashku politikë shqiptare atë që i ka munguar në 25 vite. Mendoj se bësh diçka ndryshe nga këto 25 vite është në të mirën e qytetarëve patjetër. Zotin Ndocaj, me këtë nismë juaj përfundimisht u ndat nga Rama? Me sa kam kuptuar unë kam qenë gjithmonë korrekt ndaj Partisë Socialiste, sepse nga dita që kam marrë mandati nuk u titërsuar, por nuk pruni as i të mirë qytetarëve të Lezhës. Edhe pse mandati nuk u titërsuar, nuk pruni as i të mirë qytetarëve të Lezhës, sepse Rama bani totalisht me nefrëgizmin ndaj këtij mandati dhe ndaj qytetit të Lezhës dhe patjetër se mendoj se ne kemi qenë ndam që kur jemi bashkuar dhe nuk është një tragjedi ndarja jonë. Ju përfundimisht po thoni që nuk i përkisni më Partisë së Ramës? Unë nuk e kam kuptuar se cila është partia e Ramës, sepse këtu ka një rilindje dhe Partia Socialiste. Unë kam qenë gjithmonë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, vazhdoj të jem, ndërsa di që ky subjekt do të dalin pa, por nuk kam qenë kur dakord me disa ide të rilindjes që është abuzuar në emër qytetarëve të gjithë këto 3 vite. Po bëhet gati thuaj se një vit që jeni deputet i Kuvendit të Shqipërisë. A u takuat ndonjëherë me zotin Rama eksaktësisht? Kjo është paradoksi më i madh, sepse zoti Rama ka pas gjithmonë frikë të takohet me mua. Unë kam kërkuar mbi 10 herë takim dhe s'ka pranuar, dhe ajo që unë mendoj se frika ndaj padrejtisë që është e bërë Lezhë dhe unë ja kam vënë pa, ata e kanë step gjithmonë që të kemë një takim me ta. Patjetër se ne jemi taku kështu në kalim Si mendoni se kishte frikë nga ju ai holli poshtë deputet që në fakt i kishin vend ndoshta prej vitesh? Ai holli poshtë deputet që kanë qenë gjithmonë aty me zëngjyrë në gojë dhe i ka pas të hedhur ata deputet. Unë kam qenë një deputet që si kam pranuar kurrë të jem as sklavi dhe as vegle kryeminist, po as kukuja. Kam kërkuar nga drejt që mendoj se është më duke drejt për qytetarët e Lezhës, për qytetarët e qarkut të Lezhës. Kam qenë edhe kam ngulës në disa kërkesa me forcën gjithmonë të politikës, dhe në disa ja kam arrit, disa nuk ja kam arrit. Pra ai te ka frikë përballen me njerëzit që kërkojnë atë që mendojnë. Politika aktuale dhe lidhjet aktuale të dy krave më duhen njerëz që nuk mendojnë dhe nuk ndrojnë. Unë nuk jam i tillë, edhe mendoj dhe ndroj. Zotin Ndocaj, duhet edhe një vit që të ketë mandatin kjo qeveri. Ju do të vazhdoni të jeni pjesë e kësaj qeverie pavarësisht asaj çfarë do ndodhi përgjatë këtij një viti? Pjesë e kësaj qeverie
përdiq në shkuptim, por unë do t'jem pjesë e grupit parlamentar të vendimarrjeve të grupit unë do parlamentar t'jem pjesë e vendimeve që do t'jenë në të mire Shqipërisë dhe qarkut lërës, pa tjetër. Por më ato vendimet të tjera nuk do jem pjesë e këtine vendime, do t'jem gjithmonë një... Do pranoni të bashkonit votën edhe me opozitën? Nëse është mirë në qytetarëve të lezë dhe Shqipërisë, pa tjetër se po, sepse edhe opozita është një pjesë e konsiderueshme që është votuar nga qytetarët e Shqipërisë. Zotin Docej, a mund të... Nuk mund t'i mbyllet goja opozitës sepse është opozitë. Nëse opozita ka drejt, nëse s'ka të drejtë... Zotin Docej, a mund të mendohet se referimi juaj për të themeluar një subjekt të ri politik vjen pikërisht nga menefregizmi i Ramës ndaj jush? Ja. Ne e kemi parë se të njëherë sa me Ramën, ne kemi themeluar një lëvizje politike në emigracion dhe kjo nuk është e vërtet. E vërteta është nga do që të sillesh, nga do që takosh me njerëzit të thjeshtë, me qytetarët, me diasporën, me emigracionin, është e njëjta kërkesë sepse nuk themelohet një lëvizje e re popullore, sepse është tepër e nevojshme, sikur ka ndodhur në Greqi, sikur ka ndodhur në Itali, në Francë, në disa shtete që ka pas emergjent politike dhe kanë fituar disa subjekte që askush nuk i preferon përfillte në atë kohë. Pra, është një emergjencë politike. Shqipëria është në rrugkryq nga ana politike, sepse politika shqiptare është në nivelet më të ulta të çështës është bërë shtet. Pra kemi probleme ekonomike të mëdha, kemi probleme sociale të mëdha, kemi probleme ndërkombëtare që diplomacia është në nivelin e duhur, kemi probleme me shëndetësinë, që shëndetësia vetëm falas nuk është, sepse këtu po s'ka asgjë. Kemi probleme me rendin, që rendi është i mbërthyer nga krimi dhe kriminaliteti që se ka parë historia, në herë që tjetë kaq naive Ministria e Rendit ndaj gjithë këtyre krimeve, ndaj gjithë këtyre problemeve që po linin, ndaj gjithë këtyre skandaleve, mos të ketë njerëz që në politikën shqiptare në 24 vite që njohin dorëheqjen në gjithë këto skandale. Pra, politika shqiptare është totalisht e babzitur për të qenë, për të shkyrë sa më tepër dhe për të zhvat në çdo skaj, duke lënë mënjanë moralin dhe etiketën e çajit politikan kur është e nevojshme që edhe mund të jepet dorëheqje në një eveniment që ka ndodhur 10 skandale dhe askush nuk marr përgjegjësi. Dhe kjo është një problem i madh politik për Shqipërinë. Zotin Doce, ju flisni për politikë, por mua më duhet të rikujtoj se kjo është hera e tretë që u merr nisma politike, më parë ka qenë nisma për bashkimin e deputetëve të Veriut, më pas nisma për bashkimin e demokristianëve. Kjo është hera e tretë apo e treta vërteta, zotin Doce? E vërtet është janë të gjitha nisma që kanë pas një seriozitet në kuptimin e tyre. Lufta ndaj Veriut ka qenë gjithmonë e ashpër dhe duan që pjesa politike aktuale duan që ta kalojnë dekriminalizimin me disa deputet Veriut, duke të thënë se ja vetëm Veriu ka probleme sepse jugu dhe qendra është tepër e pastër, duke qenë se krimi dhe problemet shoqërore janë kaq të mëdha në politikën shqiptare sa edhe bota habitet me ne se si arrin qytetarët shqiptarë të votojë këta njerëz të babzitur dhe të inkriminuar me akuza nga më monstruoze për njëri tjetrin që i ngjiron në parlament. Përse nuk arritët ju objektivin, qoftë herën e parë me ligën e Veriut deshe ta... Objektivi i parë nuk u arrit sepse një pjesë e deputetëve maggjoranca aktuale, edhe pse akuzuan kryetarin e parlamentit se për një atentat mundshëm, nuk u mor masa ndaj kryetarit parlamentit, po mor masa ndaj viktimës, ndaj deputetëve. Pra, politika është kaq e bashkuar ndaj politikanët Veriut sa që arrihet të futet në burg akuzuesi dhe jo ai që akuzohet. Deri ditën që mund të gjykohen që këta të jenë të fajshëm o të pafajshëm, kjo është sulm totalisht krahinor
dhe sulm totalisht katolik, kundër katolikëve. Pra kjo është një sulm i pastër ndaj deputetëve të veriut dhe të katolikëve. Po lidhja demokristjane, bashkimi Bashkimi demokristjane? demokristjane është akoma në proces dhe vazhdon të ketë takime siç ka ndodhur para 2 javësh që janë bashkuar dy partitë demokristjane dhe vazhdojnë që të ketë, nuk është të thjeshtë sepse janë krijuar struktura të ndryshme përqarëse ndaj katolikëve, disa parti fantazma vetëm për të përqarë këto pak vota që kanë mendë që mos të ketë një familje të fortë demokristjane. Jeni bindur që herën e tretë nuk do shkoni si 2 herë të para? Po 2 herë të parë nuk nëse janë në përfundim, janë të gjitha në proces. Dhe presim gjithsesi. Ndoshta 2 të parat mund të konkretizohen tek e treta. Mund të konkretizohen gjitha bashkë. Zotin Doce, në fakt pyetja është po balla çfarë kërkon NGO-ju pasi dole dje nga parlamenti, mediat ju fokusuan në një takim mënyrë në tek dyert e parlamentit. Mos kishte vend ndoshta me pikërisht me nismën tuaj apo kishte diçka për të ndarë me njëri tjetrin? Patjetër që nuk është në këtë kohë që Partia Socialiste i nevojitet me shumë vota për reformën të cilë dhe për shumë gjëra të tjera që një deputet t'i largohet nuk do të ishte një komoditet për Partinë Socialiste. Dhe patjetër se është shqetësuar dhe Jo, ka prezentuar këtë shqetësim? Absolutisht, është prezentuar si shqetësim dhe kërkon që të rishikohet, por çdo gjë do të marrë rrugën e vet sipas ujërave që do rrjedhin. Njëherë pas ju fokusoni tek një status në Facebookun tuaj ku thoni që Rama niset për Europianin, balla në kërkim të votave, ndërsa Ndocej si kopshtar në oborrin e tij. Kishte lidhje gjithë kjo? Absolutisht po, sepse të hysh në parlamentin shqiptar dhe të dëgjosh një kryeminist që flet një orë si babzitur ndaj opozitës, ndaj çdo gjë që është shef, ndaj gjykatës, ndaj prokurorisë, ndaj çdo gjë që ai është shef pengesë në rrugën e tij, gjëja të dekriminalizimit, që me të vërtet këtu nuk ka as i pengesë sepse faktori ndërkombëtar e ka thënë qartë dhe i ka pruar draftet e gatshëm dhe s'është nevojë që ti përpunoje as Rama as Basha. Pra të votohet ajo që ka kërkuar faktori ndërkombëtar dhe bëhet një dekriminalizim dhe një ndryshim i kushtetutës sipas marrëveshjes që do kemi. Pra të një gjosh 2 orë një kryeminist që flet kundër çdo gjaje, sigur ai është ai ka aktivemi dhe të shahen dhe të ketë revolta në parlament çdo të ejtë, do ishte më mirë që të merresh në kopshin tanë se me atë sallë. Pavarësisht se asaj çka keni biseduar me Ballën, sigurisht që ky i fundit do të ketë kërkuar diçka në favor të kryeministrit. Ju ndërkohë po flisim me kaq zell kundër tij. Nuk po flas me zell, unë po flas një realitet që e shfaq në çdo fjalor të kryeministit, mbledhën dhe urrëtin ndaj të mosqanit o si ai ose është kush. Por kjo është diçka që i ka kalu, ne themi nga zonët tonë i ka hyrë vendjet më qef, por sidoqoftë nuk është voça e vet të kthehet të paktën në këto 4 vjet që s'ka bë asgjë tjetër, po e theksoj me plot forcën në 3 vjet s'ka bë asgjë, duhet që këtë që po e kërkojnë ndërkombëtarët dhe që është në të mirën e qytetarëve shqiptarë, që kriminalët, hajdutët, përdhunuesit, tutorët, vrasit, që mos të hynë në institucione shtetit, në polici, se në parlament kjo është kulmi, jashtë natyre se bota është habit që parlamentin shqiptar pas ka kriminella, por s'duhet hynë në një zyrë më trëmton që i përket shërbimit ndaj qytetarëve. Pra, ta njerëz duhet të largohen një herë mirë, sepse kemi nevojë që ne të bëjmë shtet dhe kemi nevojë që familjet tona të kenë një siguri. Pra nuk mund të drejtohet shteti nga krimi. Zotin Doca, çfarë ju kërkoi realisht Balla? Konkretisht?
Më qenë se Absolutisht, që të mendohem edhe një herë, por kjo është pa diskutueshme se duke qenë se këto 8 muaj që unë jam në Partinë Socialiste ka qenë një bashkëtesë tepër e vështirë dhe jo normale, duke qenë se kryeministri ka zgjedhur të bashkëtojë me disa individ që nuk bëjnë pjesë në shoqërinë tonë, paktën ata që preferojnë të jetë shoqëria shqiptare, nuk është e mundur që të bashkëjetoj me këtë subjekt politik dhe kjo është pa diskutueshme se është një dam ndaj Partisë Socialiste sepse në këtë kohë ka shumë nevojë që të ketë më tepër, jo më pak. Zoti Ndocaj, kishit ju probleme me Partinë Socialiste apo Partia Socialiste kishte probleme me ju? Kishëm unë probleme me Partinë Socialiste sepse mashtrojnë totalisht të Shqipërinë, por duke qenë se unë jam përfaqësues i Qarkut Lezhë, mashtroj këtë qytetarët e Qarkut Lezhë. Dhe unë kam probleme me Partinë Socialiste sepse duke qenë se unë kërkova votën në Qarkun e Lezhë, unë isha ai që vendosa që të jem përfaqësues i tyre deri ditë paktën që s'ma harri mendja se do jem deputet, por tani që jem deputet kam përgjithësi 2 fish më tepër që unë të ngrej zanin dhe për këtë arsye ne kemi pas gjithmonë përplasje. Absolutisht asnjëherë s'kemi pas përplasje personale, sepse më janë ofruar 10 poste të punët që të rriur dhe si kam pranuar. Pra po të ishte për diçka personale do të kisha marrë detyrë si të gjithë tjerë dhe kisha mbyll gojën dhe unë kisha marrë përfitim. Por përfitimi është tjetër. Përfitimi është ne kemi sot njerëz që po kërkojnë azil ekonomik në 2016, mas 3 vjetësh qeverisje. Kjo është e ardhmja që ne duhet t'japim shqiptarëve. Zoti Ndocaj, ju aktualisht jeni deputet i Partisë Socialiste, por ndërkohë edhe antarja e Asamblesë së Partisë Socialiste. Si do ta zgjidhni këtë dyzim mes asaj çfarë ju doni të jeni dhe asaj që jeni realisht? Unë jam deputet i Qarkut Lezhë, kam thënë gjithmonë, jam përfaqësues në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Deputet i Partisë Socialiste? Dhe deputet i Partisë Socialiste nuk e kam cilësuar kurrë. Kam thënë jam pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe nuk kam përshtypjen se mandati është i Partisë Socialiste. Mandati është i qytetarëve të Lezhës, i socialistëve të ndeshëm që kërkuan me 23 qershor ndryshimin rrënjësor me dalë nga varfëria, nuk ja dhanë këtë mundësi. Dhe mandati është i qytetarëve të Lezhës dhe jo i Partisë Socialiste, dhe kur s'ka qenë i Partisë Socialiste. Zoti Ndocaj, ju vazhdoni të thoni që jeni deputet i Partisë Socialiste, unë vazhdoj t'ju pyes, a ju kanë ftuar ndonjëherë socialistët e Lezhës në aktivitete në qenë se keni qenë deputet i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por shkojnë në një linjë ju? Partia Socialiste e Lezhës nuk ekziston akoma, po formohet, po lind partija. Pra ka 3 vjet që Partia Socialiste në Lezhë ka qenë marrë peng nga disa njerëz që unë nuk mund as të bashkëpunoj dhe as të bashkëjetoj me ta në asnjë takim. Dhe nuk mendoj se as ata nuk kanë pas dëshirën se unë të jem pjesë e tyre sepse mendoj dhe veproj ndryshe me ata. Pra jemi 2 rrymë të ndryshme që në këto 3 vjet e kemi parë veten të shkëputur në njëri tjetrin. Sigurisht kryeministri ka zgjedhur bashkëjetoj më tepër me ata se me mua, patjetër. Dhe për këtë e quajta edhe në fillim ka qenë një bashkëjetesë e vështirë, sepse ishte në mes 2 dilemave. Më duk më arsyeshme mos tradhtoj qytetarët e Lezhës, socialistët që dhanë votën për këtë mandat, dhe vazhdova të jem pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por duke qenë gjithmonë kritik ndaj çdo lëvizje që është bërë në qytetin e Lezhës, në Shqipërinë, në Partinë Socialiste dhe nuk kam asnjëherë pa e dhënë të mendimin tim dhe pa pasojë dhe kur kam marrë mendimin tim. A keni ndonjë marrëdhënie me këtë subjekt politik në Qarkun e Lezhës, zoti Ndocaj? Në Partinë Socialiste s'kam pas asnjë marrëdhënie që kur jam bërë kandidat që kur jam bërë deputet i Partisë Socialiste, sepse nuk i shoh sikur përfaqësues Partisë Socialiste në Lezhë. Jo të gjithë, por paktën pjesa drejtuese është totalisht për mendimin tim jashtë konceptit që Lezhë meriton të ketë sot si drejtues dhe unë. Dhe nuk mund ta pranoj diçka të tillë dhe s'kam nevojë të kem kontakt dhe takime me ta. Sepse nuk e quaj se janë Partisë Socialiste, unë e quaj disa një individ që kanë marrë peng Partisë Socialiste dhe vazhdojnë ta kenë. Mund ta marrin në 10 vjet për mendimin, nuk është problemi im. Ju kundërshtoni dhe mbroni ndërkohë socialistët e Lezhës, në fakt dhe eksakt, cili është qëndrimi juaj real
për këtë forcë politike? Partia Socialiste, qëndrimi më rrallë tek Partia Socialiste, se ne duhet të ndajmë në dy pjesë, Rilindja dhe Partia Socialiste. Këta Rilindësit e kanë kuptuar totalisht në antkundër demokracinë. Kurse Partia Socialiste është një parti sigurisht ishte një parti që paktën në të dy parti mund është më duk më demokratik, ja? Duke parë Partinë Demokratike dhe Socialiste. Dhe për këtë arsye aderova që të jem pjesë e tyre. Dhe po e shoh se po në Lezhë Partia Socialiste s'ka fare. Janë ca rilindas të zotit kryeministër që mendojnë se po drejtojnë Lezhën si subjekt politik, por Partia Socialiste është në rrugëkysh në çakun e Lezhës paktën totalisht, nuk ekziston Partia Socialiste në Lezhë. Zotin Doce, a mendoni se ftoja marrëdhënieve tuaja me Partinë Socialiste të Lezhës ka ardhur pikërisht nga kundërshtimi që ju i keni bërë kandidatëve të propozuara për drejtimin e kësaj force politike? Unë mendoj se të kundërshtosh disa propozime që merren nga individ që nuk janë pjesë e partisë është logjike, por ftohja ime nuk është kjo, ftohja ime është se një pjesë e këtyre rilindësve po abuzojnë me pushtetin, po abuzojnë me qytetarët, po abuzojnë me taksat, po abuzojnë me rregullat, me çdo gjë. Pra këtu i ka dalë situacionin jashtë kontrollit kësaj qeverie. Dhe sigurisht nuk mund të kërkojsh zgjedhje parakoshme se tani po vinë zgjedhjet normale, por ky vend është për zgjedhje sa më të shpejta. Zotin Doce, tashmë Partia Socialiste e Lezhës ka drejtuesit e saj të rinj, të cilëve ju keni dhënë mbështetjen dhe përkrahjen. Pyetja ime është, po ata vetë au kanë dhënë jo kanë afruar këtë përkrahje dhe mbështetje të tyre? Unë nuk jap përkrahje për më dhënë mbështetje. Unë jap përkrahje sepse kur më pëlqen një individ dhe është në vendin e duhur, patjetër se njeriu duhet të japë mendimin e tij. Dhe unë kam dhënë një mendim se gjithë ato propozime që kishin lindur nga disa individ, disa njerëz pashtu kurrizore që s'din nga lidhët gomari të marrin të drejtojnë Partinë Socialiste në Lezhë, ca emra se sot akoma flenë me mamana, njerëz pa identitet tyre, marrin të drejtojnë Partinë Socialiste, ishte e turshme. Zonja Jaku është një vajzë që meriton të jetë në detyrë, pavarësisht disa kritikë që kam pas për të në detyrën e saj precedente, shpresoj që këtë dyre të bëjmë më mirë. A nuk ishte parakoshme deklarata juaj që ku thonin që kryetari e re e Partisë Socialiste në Lezhë erdhi fal kritikave tuaja? Absolutisht fal kritikave mia erdhi, sepse do ishin zgjedhur këta individ që thash që s'kan kokë as bisht. Do ishin zgjedhur njerëz që do i kishin tërheq për hunë këta individ që i kanë emëruar. Patjetër se Partia Socialiste përmës me pas një përplasje me të teshme me Eduard Nocin, arritën në një konkluzion dhe këta e ka thënë publikisht edhe Tolan Balla që kjo është një zgjedhje Eduard Nocit. Në fakt, zotin Doce, ju thatë që kishit kritikuar më herët kryetarin e Partisë Socialiste dhe më vonë keni mbështetur përkrahur. Nuk keni frikë se do të bëjë të njëjtën punë siç ka bërë në institucionin të cilën ju e keni kritikuar? Po të kritikosh nuk do të thotë që njeriu që kritikohet do të thotë se është i pavlefshëm. Njeriu kritikohet dhe mendoj se ajo me kritika që ka pas e ka vendosur në funksion punën me tej, sepse disa gjëra janë bërë mas kritikë. Mendoj se të kritikosh është kur e don atë tjetrin e kritikon. Dhe mendimi im për kritikat është totalisht pozitiv sa negativ. A ka ndryshuar diçka tek socialistët pas zgjedhjeve të 2013-s? Ka ndryshuar totalisht socialistët, sepse socialistët janë rrugëkyç akoma në 2016-ën. Pa punë, pa një tavën, po punojnë njerëzit e LSI-s, po punojnë njerëzit gjoja të LSI-s, po janë njerëzit e PD-s. Pra me pak fjalë është akoma qeveria Berisha Meta në për institucionet bazë. Pra socialistët thjesht nuk kanë gjetë akoma hapësirë mas 3 vjeç që të marrin atë që meritojnë. Sigurisht është një problem jashtëzakonshëm për socialistët.
Zotin Doca, du t'i rikthejmë edhe një herë çështjes së deklaruar nga ju për drejtimin dhe themelimin e një subjekti të ri politik në kryesisht në diasporë. Zotin Doca, me këtë do ta themeloni subjektin e ri politik? Shqiptarët në diasporë janë mbi 2 milionë gjë, zoti Figuri, dhe do ishte një qeveri tjetër po të arrit që të organizohen dhe me të vërtet ka 2-3 vjet që janë zgjuar nga zhumi emigrantët diaspora, sepse kanë qenë totalisht të përgjumur. Dhe arritje të bëhet diçka e tillë do ishte një armë fort kundër kësaj politike shqiptare. Dhe mendoj se jemi rrugën e dur dhe mendoj se do ja arrijmë shumë shpejt që të kemi një konkretizim të kësaj force politike të ardhur nga diaspora. Ajo kanë pranuar të gjitha shoqatat, zotin Doca, në qenë se shoqatat shqiptare në Europë janë shumë. Sidomos në Itali është një shifër kolosale, sepse 90% e shoqatave shqiptare në Itali janë individuale, dhe këto nuk quhen shoqata, këto quhen deg. Por një pjesë e mirë e shoqatave shqiptare, siç janë shoqata Shqiponia, shoqata Nëntrezja, shoqata Skënderbeg, që janë shoqata që kanë kriju një bazament të jashtëzakonshëm në shoqërinë italiane dhe po bëjnë një kontribut të jashtëzakonshëm më të madh se ka bërë Shqipëria shqiptare për shqiptarët, se kanë hap shkolla, kanë hap qendra sociale, kanë hap disa subjekte për qytetarët e Shqipërisë. Kemi pas një takim para ca ditësh dhe takimi shumë frudhanës, sepse ky grupim shoqatash mbi 26 shoqata janë shumë dakord që të krijohet një forcë politike nga diaspora dhe shumë shpejt kemi një takim në grupimin e shoqatave në Athinë, që do vjen edhe këta shoqatat italiane do vinë në Athinë, që do të diskutohet edhe platforma dhe më së deri do të jetë një takim tjetër që do të bëhet sigurisht me diasporën në Amerikë. Nuk u kaluat pa kundërshtime, zotin Doca? Takimi juaj nuk u kalua pa kundërshtime, të paktën në rrjetin social Facebook, aty ku edhe keni prezantuar këtë nis, pati nga ato shoqata që kërkuan që të mos flisnin edhe në emrin e tyre. Po ne nuk mund të bëjmë gjithë dakord, se thash edhe herë, po të arrijmë të bindim diasporën shqiptare, janë 2 milionë gjysmë dhe ne krijojmë një qeveri 3 vetëm. Pra, pa kundërshtar s'kemi, janë disa shoqata që janë të LSI-s, janë disa shoqata që janë të PS-s, disa shoqata që janë të PD-s, po shoqatat e pavarura që nuk merren me politikë janë të gjitha dakord. Shoqata, si ishte shoqata që erdhi takoi kryeministin Meta, një grup shoqatash. Kryeministin Rama ose kryeparlamentarin Meta? Kryeparlamentarin Meta. Ky grup shoqatash përfaqësohet nga kryetari i LSI-s Italisë. Pra, kjo është shoqatë, kjo është një degë e LSI-s që është vetë shoqatë, por këto patjetër që janë kundra me dhe kundra njerëzve që duan një ndryshim. Ndërsa shoqatat që janë të papolitizuar është ky grupim që janë mbi 26 shoqata dhe kanë dhënë mbështetjen totale që do të jetë një marrëdhënie e fortë politike. Do kemi një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish për pjesën e dytë pas pak. Ne jemi Dant House. Bëjmë të prekshme idenë tuaj. Gjithçka nis nga projektimi. E nisim atë së bashku, me përkushtim për të realizuar më të mirën. Ne projektojmë në kuptimin e plot të fjalës dhe jo vetëm banesën apo shtëpinë tuaj, por projektojmë të ardhmen. Sjellim një filozofi perëndimore për ndërtimet. I nisim ato nga aja dhe së bashku me ju vendosim deri presjen e fundit. E më pas, me një arredim perfekt, e kompletojmë shtëpinë me produkte më cilësore nga kompanitë më të mira. Sepse me punën tonë, sjellim emocionin e bukur të surprizës. Për të
sjell tek ju më të mirën dhe ambientet më të bukura. Sepse shtëpia konsiderohet nga dhuratat më të bukura në këtë jetë. Vetëm nga Dant House, sepse lumturia nis në shtëpinë tuaj. Dant House, Lezhë, Rruga Strauss. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit De Facto, ku jemi fokusuar tek politika dhe sigurisht për mundësinë që spektrit politik shqiptar të shtohet edhe një tjetër subjekt i iniciuar tashmë nga deputeti socialist i qarkut të Lezhës, zoti Ndocaj. Në fakt, zoti Ndocaj, unë duhet ta nis me një pjesë shumë të rëndësishme kur ju sigurisht nuk rini pa sulmuar. Takimi juaj me shoqatat në Itali erdhi pikërisht pas takimit që pati në Romë me disa shoqata ministri jashtëm Detmir Bushati. Ka ndonjë lidhje ky takim me vizitën e ministrit? Absolutisht, ky takim ishte një protest kundër ministrit jashtëm, sepse ministri jashtëm nxori në lajme në faqen e tij se u takuar me shoqatat dhe diasporën shqiptare. Ishte totalisht një abuzim ndaj kësaj fjale, sepse shoqatat dhe diaspora shqiptare kanë nevojë që ministri të ndihmojë problemet e tyre, kanë nevojë që të çajnë hallet tek ministri i jashtëm, sepse është i vetmi institucion ku ne mund të gjejmë shtetin, pra ministri, diplomacia, ambasadat, konsulatat dhe ministria e jashtme. Nuk kemi një ministri të diasporës. Pra qytetarë shqiptarë apo shoqatat apo diaspora, siç e quajti ai, kishin lënë ditën e punës, kishin lënë kohën e tyre, dikush kishte bërë me 500 kilometra, dikush me 600 për të shkuar në Rom një ditë javë për të takuar ministrin e jashtëm. Dhe ky më të mirë e bukur që bën nuk lejon as pyetje, nuk lejon takim, nuk lejon diskutim, dhe për të mashtruar thotë do bëjmë mas koktejl. Marrët koktej, ministri merr makinën e tij dhe largohet drejt Shqipërisë dhe i lënë emigrantët që kishin ardhur të diskutojnë hallet e tyre dhe problemet që kanë në Itali pa i ndëgjuar fare. Dhe rebelimi i tyre arriti që të më kontaktojnë dhe të kërkojnë një takim, duke qenë edhe si në deputetët që ka folur më tepër për migracionin dhe një deputet që jeton në imigracion. Dhe takimi ishte sigurisht një protest kundër ministrit jashtëm dhe diplomacisë që ky ministër po drejton në një mënyrë tepër skandaloze, sepse po të marrësh ambasadën e Romës ka 6 muaj që është pa ambasador. Dhe ne kemi një përfaqësues në diplomacinë shqiptare në Itali. Konsulatën e Milano se kemi pa konsul përgjithshëm, sepse konsulla përgjithshëm u shkakua sepse u kap me falsifikim dokumentash, me korrupsion në mënyra të tjera që u deklaruan edhe në televizion. Pra në çdo qelisë të diplomacisë dëgjon probleme edhe Greqi me mira probleme të tilla. Pra, diplomacia shqiptare është në një grush njerëzish të korruptuar që po zhvasin në çdo drejtim qytetar shqiptar. Saqë një certifikat që këtu kushton 50 lekë treja në Itali, për të marrë një certifikat të tillë bën 20 euro. Pra, pasaportat të shkon 200 euro për të marrë në Itali. Plus vonesave dhe sekseve që ke jashtë për të marrë më shpejt ose për të zgjidhur një problem më shpejt, kalon në shifra kolosale. Dhe kjo bëhen totalisht në nënhunën e ministrit, në nënhunën e ambasadorëve, në nënhunën e konsulëve, pra, dhe kjo është një vjedhje që vetë diplomacia, vetë ministri, kërkojnë shpresë tek ju, vetë ministri abuzon me këtë. Kërkuan në shpresë të kur, sepse konsulja Milanos u shkakua fal edhe punës time që bana 2 muaj rresht kundër kësaj konsule. Dhe dikush nigjoj fal televizionit Stop, misionin Stop, që çoi investigatorët e tij dhe arriti të zbulojë se unë kisha të drejtë.
Pra, kërkojnë dikush që t'i ndihmojë dhe Dhe më pas kësaj lindi ideja një themelimit një partije? Jo, ideja një partije s'ka qenë pas kësaj. Ideja e partijës është në pjatë ka disa muaj dhe po e shikojmë me disa njerëz që bëjmë diçka të jashtëzakonshme, jo një parti për arrit numrin nga 96 parti të bëjmë 97. Po me Demokrishtianët e mbyllet, zotin Docaj? Absolutisht, do të jetë një bashkëpunim me Demokrishtianët dhe do të jetë një bashkëpunim më i fortë. Kurtoni bashkëpunim nuk do keni me poste? Me poste, patjetër do të jetë bashkëpunimi zotë siguri. Me Demokrishtianët. E keni biseduar me zotin Ndoka këtë situatë dhe mundësim për të mbajtur këtë pozicion? Nuk është diskutuar me asnjë politikan shqiptar, është diskutuar totalisht në diasporë. Rini nën kryetari Demokrishtianët, zotin Docaj, të paktën kryetarin ta kishit lajmëruar? Nuk jam varësi askujt, unë jam nën kryetari një subjekti dhe jam kryetari një lëvizje politike si quhet Fronti Demokrishtian Shqiptar dhe nuk jam varësi askujt. Zotin Docaj, krimi në një partije të re e prezantohet një herë pas krimit tuaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u frymëzuat atje? Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës frymëzon çdo njeri që kalon ande oqeanit. Patjetër që diaspora shqiptare në atë zonë është e mllëfosur ndaj të majtës dhe të djathtas dhe takimet kanë qenë shumë të jashtëzakonshme me diasporën si të majtës dhe të djathtë dhe patjetër se ka lind një ide sigurisht nga diaspora në Amerikë dhe do të jetë një mbështetje e fuqishme nga njerëz të fuqishëm të politikës amerikane, siç është edhe një nga senatorët më të rëndësishëm që ka me për shqiptarë, zoti Divuani. Zotin Docaj, ka lidhje planifikimi juaj për vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë idenë e krimit të partisë, me kontaktet që ju kishit gjetur më herët në Amerikë për të iniciuar gjithë këtë ide më të mëvonshme? Kjo ka qenë një ide ime ka hershme dhe u konkretizuar me këtë vizitë që mba atje patjetër se disa gjëra nuk bëhet vetëm zotë figuri dhe të kesh mbështetjen e diasporës dhe të migracionit është një armë shumë e fuqishme për aq më tepër të amerikanëve? Aq më tepër të disa individe të politikës amerikane është një armë shumë e fuqishme dhe patjetër se më inkuari më tepër që ta vazhdoj atë rrugë që kisha menduar para disa muajsh. Zotin Docaj, po dosja me të cilën ju shfaqet në një foto para zyrave të FBI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo aq ishte një foto? Unë pata një vizitë aty në të shkurtër dhe ishte kënaqësi që të takohesh me njerëz që e duan Shqipërinë më tepër se shqiptarët dhe patjetër se vizita nuk ishte e pa planifikuar. Në fakt, thuhet se është një dosje sekrete, kaq sekrete sa nuk mund t'japësh asnjë detaj zotin Docaj, paktën për qytetarët që t'i bindë se ajo dosje. Jo, dosja nuk është sekrete sepse është një dosje e kuqe. Është evidente si ishte sekrete për sa i përket përmbajtjes tyre, kaq sekrete sa nuk mund t'u japësh asgjë qytetarëve legjand. Dhe pse jo, edhe shqiptarëve në mënyrë që ata të kuptojnë se për çfarë bëhet realisht. Realisht bëhen për ato që kanë ndodhur këto disa muaj politika asgjë më tepër. Kam menduar të bëj disa gjëra që disa pika që unë i kam parë se është nevojshme ti ritheksoj edhe një institucion si kur është ja. Vazhdojnë të mbani sekrete, zotin Docaj? Po s'është sekrete, do dali vete, jo. Sekrete është dhe këtë dali. Ju nuk keni këtë? Jo. Sepse mund të keni janë atemuar funksionar politik publik duke dërguar emrat e tyre në... Po kjo është ideja që dërgohen disa gjëra për njerëz publik, se për ato si një kush nuk është nevojshme. Pra, mendoj se i kam bërë një shërbim vendit tim dhe jam i bindur se jam në rregull. Po takimet e tjera, në fakt përveç Diguardit që takimi ishte pasur edhe më herët, takimi që u bën në Washington ishte me senatorin Eddie Johnson, që ishte përfaqësuese e Texasit, shtetit Texasit, dhe takimi ishte jashtëzakonshëm sepse pata një
bashkëbisedim gati 2 orë me këtë grua të jashtëzakonshme që kishte 10 vjet që ishte në atë post dhe e njihte realitetin politik shumë mirë dhe më impresionoi se i diçka tillë që ishte interesuar për Shqipërinë dhe mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë seriozisht këtë pjesë e dekriminalizimit dhe deshën këta politikejt tonë që po hahen nga mjeset e ndarkë duke sharë dhe ofenduar njëri tjetrin dhe jo duke vepruar sepse populli është në rrugë kryq fal tyre të veprojnë dhe mendoj se deshën këto do arrihet që Parlamenti i Shqipërisë, politika shqiptare mos të jetë më në duart e krimit dhe të kriminalitetit. Zërin do të thej, a ju dhanë ndonjë ta themi ndonjë sugjerim konkret këto personalitete që ju takuat në Amerikë, si që janë senatorët apo dhe drejtuesit e bashkive atje? Sugjerim kryesor, të më thanë se Shqipëria është në një rrugë kryq nga mafja e mërtyrë dhe të kesh kujdes, sepse të kemi ndjekë se je një njeri impulsiv dhe atëdash. Dhe kjo tha nuk i pëlqen as mafjes, as antishtetit. Pra, ju paralajmëruan për rrezikun e jetës tuaj, siç duket. Absolutisht. Dhe sigurisht të krijohet marrëdhënie më e fortë me qytetarët dhe publikun. Zotin Locej, në fakt, her pas here rikthejmë një çështje pasi sigurisht krijimi një force të re politike dhe ajo çfarë do të ndodhë më pas mbetet sigurisht me interes për publikun edhe për të parë. Ju keni nisur me shoqatat në Itali, por nga informacionet e mia është se së shpejti do të nisë edhe një tur takimesh me shoqatat e tjera. Eksaktësisht çfarë po ndodh, zotin Locej? Duke qenë se të krijosh një parti nuk është sigur të hapësh një bar dhe edhe po mbyllesh është problem. Të krijosh një parti është një risk i madh politik që ti mund të marrësh në këtë kohë. Dhe patjetër që du të marrësh bekimin e shumë strukturave që janë shoqata, siç janë komunitete, siç janë individ që kanë potencë, biznesmen, intelektual, pra takimet do të jetë patjetër për të marrë një mbështetje nga gjithë këta njerëz që kemi një diçka të sigurt dhe mos të havim diçka që vetëm të jetë një numër më tepër, por një alternativë më tepër për qytetarë shqiptarë që s'kan pas tash 25 vjetë. Përse duhet ju bindën juve emigrantët shqiptarë, zotin Locej? Sepse politika që është ndjek në këto 2 vite ka qenë totalisht antipolitikë shqiptare. Dhe është e para herë që në politikën shqiptare një individ jep dhe s'merr asgjë. Siç ka ndodhur me anën tim politik. Pra unë nuk kam marrë këtu që të marrësh të përfitosh nga politika shqiptare, por të jap diçka që në këto 25 vite askush s'e ka dhënë nga xhepi i tyre të paktën për mirën e komunitetit. Zotin Locej, në fakt ju përmendet se kanë kaluar mbi 8 muaj që jeni pjesë e Parlamentit shqiptar. Nuk mendoni se jeni infektuar edhe ju nga pikërisht nga këto njerëz me të cilët ju keni qëndruar, disa keni miq, në kafe jeni para shpesh me ta. Pse duhet besojmë që ti je ndryshe dhe nuk je infektuar, të gjitha janë paraqitur si të mirë në fillim? Sepse e para punë nuk jam pjesë e asnjë vendimmarrje që ka ndodhur në këto 8 muaj për çaj ka përket në qeverisje. Dhe s'kam pranuar të jem pjesë e tyre, s'kam pranuar të jem as në asnjë propozim që më është marrë dhe nuk do pranoj kurrë paktën me këtë model qeverisit. Dhe për këtë arsye mendoj se mund të jetë një bindje që dikush besoj më tepër, sepse edhe unë do të kisha pranuar të përfitoj nga taksat e qytetarëve, që po bëjnë gjithë politikanë, sepse është e pa kuptueshme që një deputet që merr 2 milion lek, 1,5 milion lek muaj, mos dia sa lek marrë, si kam pasur herë, fakt, të them sinqerisht, rrogën, të ketë një makinë 100.000 €,
të ketë një orë që bën 50.000 euro, të ketë një kostum që bën 10.000 euro, pra ku i marrin këta lekë? Së do të thë edhe ju i keni ato? Unë kam një biznes timin që falë Zotit ka funksionuar me problemet e veta me krizën, unë arrit blej qatë du vetë dhe ju qatë mjavi politika. Politika më që më ka marrë. Ju po thoni që keni vlerë para se t'jeni pjesë e politikës, këtë po thoni? Do vazhdoj blej prapë, se unë S'do të ndalësh. s'do të ndaloj se kam hin politikë. Por ato që unë blej me lekët e mia dhe jo me lekët e politikës, çfarë të them. Zoti Ndocaj, një nga miqtë tuaj është akuzuar pikërisht nga këto që thatë ju për orat 50.000 euroshe, për kostumet e tij $30.000, apo dhe për unazat më shtrenjta, bëhet fjalë për Torland Ballën. Përse dhe është shok i juaj, ju të paktën kështu keni deklaruar. Atëherë pse duhet mos dyshojmë se ta kesh koleg një person që thunë ti dhe thunë se unë e kam edhe shok është të fjallë e lashë shoqërore kur me disditë vite. Ne jemi dy kolegë aty që e kalojmë mirë me një tjetrin. Kam qenë kritik shumë gjanave të atij individ dhe sapo i thash se nuk është e mundur që një individ të ketë gjithë të benefite kur një rrogë e tij nuk nuk e arrin dot ta realizojë diçka tjetër. Ta realizoj, pra kushdo qoftë, Tavlanti, Rama kishte një orë 130.000 euro, një kryeministër del me një numrin 2 të shtetit numrin 2 të Bosë, po ta marrim sepse numri 2 i shtetit bashkuar të Parisë është numri 2 i Bosë. Ai kishte një orë $20, ky kishte një orë $120.000. Pra paragoni i politikë shqiptar është i tmerrshëm, duke qenë se jemi shteti më i varfër në botë dhe deputet tanë shëtisin me miliona euro veshmadhe, miliona euro makina, kanë edhe një rojë dhe një shofer. I miliona gjysmë lekë janë ata, se si do ndahen din ata, sepse edhe familje kanë. Pra unë mendoj se kjo politikë e ka qelbë duke vjedh taksat e qytetarëve për të mirën e 140 burrave. Pra kjo du të marrë fond një herë mirë, sepse njerëzit du ta kuptojnë se në parlament du të shkojnë njerëz që duan të vend, duan të punojnë dhe duan të bëjnë diçka për qytetarët dhe jo ti zhvasësh ato dhe ti lash pa bukë që ti të kesh të mira materiale, më mirë se një shtet sikur është Gjermania apo Amerika, se s'po them tu rrogu. Kur shkojnë deputetët tonë në për parlamentet europiane apo në për zëri tjera, habitin edhe vetë ata, se kush na erë, se ngaherë duken si fotomodele, jo si deputetë e parlamentit shqiptar. Qartë, zoti Ndocaj, në fakt ju jetoni mes Shqipërisë dhe Italisë. A nuk ju bën kjo të dyshimt që nuk mund të përkushtoni asnjëherë as tjetrës, duke qenë se duhet të ndanin shpesh jetën tuaj mes dy vendeve krejt të ndryshëm? Absolutisht, po, është një orë gjysmë rrugë. Nuk ka të bëjë. Unë bëj një orë me shku me makinë nga këtu në Tiranë, bëj një orë gjysmë nga Malpensa në Tiranë. Një gjysmë orë me vonezë mund të vim nga ato të lezë. Por të jetosh sot në Europë nuk është të vështirë, sepse distancat janë shkurtuar, mjetët janë më të modernizuar dhe mund të kapësh çdo lloj probleme që duke parë se në Itali jetojnë edhe gjysmë milioni shqiptarë dhe ato kanë drejt të kenë një përfaqësues tyre që i takon edhe atje, se jo vetëm në Shqipëri. Po pikërisht për këtë çështje për referon, duket sikur do të ndanin shumë mes qytetarëve të Lezhës, çau Lezhës dhe qytetarëve shqiptarë në Itali. Unë do të ndaj ata që as sa do kemë mundësi. Pra do të jem në dispozicion edhe aty ku jetoj, edhe këtu ku kam lind. Patjetër se e meritojnë ato një vëmendje të vogël nga një deputet që është ardhur nga emigracioni. Zoti Ndocaj, a mendoni se në 2017 do të jeni një forcë politike kandiduese në zgjedhjet parlamentare? Mendoj se qytetarët shqiptar duhet të kenë paktën mirësinë e tyre, paktën të mos shiten më. Unë s'po them se do të zgjedhin Eduardin apo partinë Eduardit apo të paktën mos ta fillojnë qytetarët shqiptar, mos ta fillojnë një qeverisje vetë ato duke u korruptuar ata. Pra po të shite votën, ti e fillon me një korrupsion të vogël, 50.000 lekë apo një thesi meli.
Pra duhet të marrë fond se qytetarët shqiptar nuk duhet bjenë viktim e këtyre njerëzve. Qytetarët shqiptar duhet të kërkojnë çdo individi që i paraqitet si deputet apo si forcë politike, t'i kërkojë çfarë mira materiale ti mund jep për 4 vjet, jo çfarë jep me hangër sot. Pra nëse ne mendojmë që të ham vetëm një ditë në 4 vjet ose një javë në 4 vjet, ato të vazhdojnë si ku kanë vazhduar për 25 vjet. Dhe këtë ekonomi do ketë. keni pjesë e garës elektorale si subjekt politik? Absolutisht do jem pjesë e garës elektorale si subjekt jashtëm, absolutisht do të jem me kandidat ton, dhe absolutisht nuk do jemi ajo pjesë, ajo forcë politike që do dalim me 20.000 lekësha dhe me thes mielli për të arrit atë që duam ne. Nëse qytetarët shqiptarë duan që qeverisën nga njerëz që din punojnë, din të ndërtojnë dhe din të bashkëjetojnë me qytetarët nga mjesit deri në darkë, sepse edhe duhet dish bashkëjetosh. Jo të marrësh makinën me xhamanzi dhe të shkosh të mbyllesh në blok. Ato të një koalicion me Ramën zoti Ndocaj, nëse pas një viti ai do të kërkojë diçka të tillë? Në koalicion, unë do bëj koalicion me gjithëkanë nëse i përket për të mirën e qytetarëve të Shqipërisë. Që do thotë edhe me Ramën? Që do thotë se edhe me djallin do bëja koalicion që të bjerë një të mirë në Shqipërisë. Por ju sapo më lart me herët thatë se ky kryeministër nuk ishte ai që mund të bënte diçka. Po jo se mund të jetë një kryeminist i jashtëm. Se mund të jetë një forcë e dytë politike, mund të jetë edhe një forcë e tretë. Prandaj partitë sigurisht do të kenë koalicionet e tyre, o majtas o djathtas, por ne do të bëjmë koalicion me atë forcë që ne do ta shohim se ka një program social dhe një program drejt për qytetarët e Shqipërisë. Dhe se si do ketë emrin Rama apo Basha apo sigur thash edhe djalli, se Meta s'do të ketë kur koalicion me ne, e cilëse me përtej se djallin të forcë politike, dhe patjetër se ne do të jemi në koalicion me Zotin Ndocaj, përse nuk bëni një subjekt politik Frontin Demokracian Shqiptar, ndoshta ju përshtatet edhe ju në atë çfarë ju keni zgjedhur duke qenë kryetari i Demokracianëve, ju keni një lëvizje. Ne po testojmë një diçka tillë sepse patjetër do ketë një emër dhe është në testim. Nuk është të thënë se si ka emrin, është të thënë se çfarë njerëz ne do të kemi në atë grupim, sepse emri është më pak i rëndësishëm sa është sofra e njerëzve që do mblidhen. Pra nëse sofra e njerëzve do jenë njerëz që janë të drejtë për këtë vend, emri është sekondar dhe mund t'ja vëmë si të du. Zotin Ndocaj, përse gjithë ky urrëtim ndaj ministrit Boshati, ju në një tjetër citim në rrjetet sociale Facebook tuajnë keni deklaruar se ndërsa takoj me homologun e tij grek në Tiranë, ju shkruani se 4 fëmijë mbrojnë interesin e shqiptarëve, e çështjes kombëtare, po mbrojnë nga 4 fëmijë. Në kollare. Në kollare. Të pjesëfonit e... Shiko, diplomacia greke, sidomos politika jashtme greke, është një në politikat më të ashpra që ka prodhuar sistemi politik në Europë. Dhe e ka demonstruar se Greqia ka një politikë të jashtme të hekur, të fortë. Sa që i ka ullë s'poja them emrin, po Merkelit i uli edhe të që mori qadeshi. Të dalësh para një grupit tillë që të negociosh për detin, për qamë, është një lojë që të tregosh një prallë fëmijëve të mirë aty në se si do jetë... Ka që pabinduri ju duken ato 4 përfaqësues të qeverisë shqiptare bashkë me ministrin Boshati? Ku i thuj, si do më bindish mu, kur një individ nuk arrin të komunikojë me qytetarët e tij, kur nuk mund japi një shpresë një qytetari në Itali, kur nuk u jep një ambasadë, kur nuk u jep një konsul, kur nuk u jep një të mirë materiale qytetarëve të tij, çfarë mendonte se do më bindin se ky arrin të ketë një marrëveshje me një grup luajsh? Dhe ta ju i titulluar fëmijë me kollare? Me kesh. Sepse atë vetëm tjesh nuk mund dalësh më para diplomacisë të huaja 30 vjeçare dhe të kërkojnë ata qeshin, ata tallen. Edhe sigur ndodhi, nuk e morin as parasysh se çfarë thanë.
shkon e ban ca prava te Universiteti i Tirana, edhe harun fare zotin Bushati se ekziston, edhe ja, kaq ishte. Zoti Ndocaj, nëse zoti Bushati do ju kishte ftuar dhe juve në Rom në takim, a do të kishte qenë sërish kaq i ashpër? Nëse do të kisha shkuar në Rom takim, do të kishte sjellë një gjatë tillë, do të kishte plas skandalit që nga Roma zoti jo nga Milano. Pra unë hapa problemin në Milano sepse edhe nuk unë isha i ftuar, për të thënë drejtën, por problemet mia shëndetësore nuk më lejon që të shkoj. Alergjia dhe nuk arrit të shkoj, por që të sillesh në një mënyrë të tillë me qytetar këtu, si donë që të mund të mbinish se ti mund të jesh një diplomat i fuqishëm ndaj një agresori, sepse Greku është gjithmonë agresor ndaj nesh. Greku ka pas gjithmonë idenë e armiqësimit. Mund të ishte zbutur, por do kishte patur edhe juve aty ndoshta do ishit zbutur pak. Po të ishte në takim me zotin Bushati në takimin e Romës kryesisht. Po ndoshta do të ishit zbutur ju, zotin Ndocaj edhe një sjellje e tillë do të kishte të provuar edhe mua zoti. Dhe do të kishte vënë një vështirësi më të madhe ndaj qytetarëve tanë, sepse duke qenë se unë jam edhe deputet dhe bëj pjesë në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, do më kishte vendosur një pozitë vështirë ndaj këtyre qytetarëve, të irrituar nga një inkompetenti, sepse nuk është e vështirë që ti të ndalesh dhe të ndjegjosh hallet e qytetarëve. Të mia apo të këqija, një ti ke me kushtetut që ti ndjegjosh. Ti nuk do presësh vetëm lavdërime, sepse ka vdekën për hoxha tani, që ai jepte vetëm lavdërime për çdo gjë. Flet lavdërime, flet rori, po pa buk plendë. Tani jemi në demokraci, dhe ti si ministri i jashtëm dhe sidomos kur i fton edhe vet, do të marrësh brigën dhe të ndjegjosh çfarë hallesh kanë në emigracion dhe kanë 1000 halle. Zotë figuri, kanë 1000. Qartë, zotë Ndocaj. A është gjithë kjo nisme juaja, gjithë kjo sulm ndaj ministrit Bushati, gjithë kjo mbështetje juaj ndaj emigrantëve, një frikë që ju keni se asnjë nga subjektet politike, përfshirë edhe demokristjanët ku jeni nënkryetar, s'do t'ju kandidojnë si deputet? Po nuk e kam shpresën në asnjë subjekt politik unë të armën time politike, zotë figuri. Armëra ime politike nuk është ndërtuar nga asnjë subjekt politik, është ndërtuar thjesht edhe nga forca ime politike, nga njerëzit që më rrethojnë, nga miq, nga dashamirës, nga gazetarë që kam pas gjithmonë nderin të kem marrëdhënie të jashtëzakonshme me ta. Pra forca ime politike nuk është as vula dhe as sigla. Forca ime politike është njerëzit. Dhe të kandidosh, sidomos tani që jam edhe deputet, mund të kandidoj pa mbarur, pa problem, mund të kandidoj me një sigël që se keni gjufare ti, janë 96 më burr. Ti si njeh gjitha. Absolutisht që. Dhe patjetër se kam një mundësi të kandidoj me çdo lloj sigle. Dhe ti mbështetem çdo lloj koalicioni. Pra është diçka që nuk ma jep, edhe nuk ma kanë ndaluar dhe nuk kam pas këtë frikë që e majta apo djathtë thas nuk do më kandidojnë. Kam përshtypjen se do kem kërkesa edhe të shumta, por janë gjithmonë diçka që duhet të jem i pamvarur, sikur kam qenë deri më sot. Zoti Ndocaj, nuk keni sulmuar deri tani, apo jeni duke rimenduar edhe një herë listën e personave që do merrni në... Unë nuk kam sulmuar asnjë njeri që se kam merituar para. Kam sulmuar gjithë ata njerëz që janë më të bëjnë keq qytetarëve të Lezhës, qytetarëve të Shqipërisë, institucioneve të shtetit. Pra kam sulmuar gjithë ata njerëz që paktën ashtu sikur e kam menduar unë dhe logjikuar unë, kanë punë një irësi të keqe ndaj vendit dhe ekonomisë vendit. Prandaj nuk quhet sulm, por quhet mbrojtje të drejtave të qytetarëve dhe mbrojtje të vendit tanë. Zoti Ndocaj, pyetja fundit, a do të jeni ju sërish një përfaqësues i qytetarëve të Lezhës edhe në zgjedhjet e 2017-s dhe përse duhet ato që të kenë juve si përfaqësues, meqense ende diaspora nuk ka të drejtën e votës? Diaspora unë shpresoj se do ketë, sepse nuk është e vështirë të japësh votën diasporës. Diasporës është vetëm të japësh oken, sepse mënyra se si do të votosh është e zgjidhur, sepse e kanë zgjidhur shtetet tjera para nesh dhe bolla është marrësh formulën dhe oken. Pra unë mendoj se në diasporë do të votojnë qytetarë, sepse është një mohim i drejtave të njeriut. Që ti mos të kesh mundësi që e votës, që mos të kesh
të drejtë të zgjidhësh apo të zgjedhësh atë që do ti. Pra, mendoj se edhe po nuk ndodhi diçka tillë, një pjesë e mirë e emigracionit do të vijë dhe do të bëjë historinë tonë në 2017, sepse janë tepër të rrituar dhe janë tepër të zhgënjur nga dy polet e politikës në këto 25 vjet. Dhe kam përshtypjen se vetë me shpresë, jo kam përshtypjen, po jam totalisht i sigurt se për demokratizimin e këtij vendi është vetëm emigracioni dhe diaspora, sepse kjo politikë e ka demonstruar se në 25 vjet s'ka arrit bëje asgjë më tepër, vetëm që të bëhen miliardera një pjesë e madhe e politikës dhe fukaraj ekstrem një pjesë e madhe e shqiptarëve dhe kërkojnë të largohen në drejtime të ndryshme. Prandaj edhe diaspora këtë nuk do jo falë madhe, po zgjohet dita ditë. Zotin Ndoce, unë ju uroj suksese dhe ju falenderoj që vazhdoni të besoni televizionin Trozafa për të prezantuar gjithnjë të rjetë më të fundit që ju keni për publikun kryesisht. Është nësi dhe ju përshëndes nga ekrani juaj gjithë teleshikuesit e këtij stacioni. Faleminderit. Shikues të televizionit Trozafa, de facto mbyllet këtu sonde, jemi javën e ardhshme, natën e mirë.